Tiranë, 23 korrik 2026, dita e 54 e protestave masive kundër qeverisë së Edi Ramës, u shoqërua me tensione të larta dhe përplasje të drejt për drejta para Kuvendit të Shqipërisë. E njëjtë, dita e fundit e sesionit parlamentar, para pushimeve verore të deputetëve, u kthye në një skenë konfrontimi mes protestuesve të vendosur dhe forcave të rendit. Si reporter në terren, ndoqja nga afër zhvillimet që nisën rreth orës 9 dhe vazhduan me intensitet për disa orë, duke kulmuar me përdorimin e ujit me kimikate dhe gazit lotësjellës nga policia. Policia e shtetit kishte marrë masa të jashtëzakonshme sigurie. Perimetri i zgjeruar shtrihej nga rruga Elbasanit deri te Ministria e Brendshme, duke mbajtur protestuesit disa qindra metra larg hyrjeve kryesore të parlamentit. Deputetët e majorancës arritën të futen në kuvend, kryesisht nga hyrja anësore pranë pedonales, pa u ekspozuar drejt për drejt ndaj turmës së protestuesve. Ata u pritën vetëm me thirrje të fuqishme deputet frikacak, nuk na përfaqësoni, parlamenti krimit, poshtë qeveria, ju erdhi fundi dhe Shqipëria kërkon revolucion, si dhe përqeshje me sarkazma duke u tallur me parlamentarët të cilët protestuesit i quajtën analfabet. Megjithatë, pavarësisht forcave të shumta të policisë dhe ndërhyrjes së saj, protestuesit nuk mbeten pasiv. Tashmë ata të armatosur me arsenalin e tyre simbolik, arka me vezë dhe domate sulmuan drejt efektiveve të policisë. Momenti më kritik u regjistrua pranë hyrjes së qendrës tregtare Toptani, pas një momenti kur policia lejoi kalimin e një gruaje me të afërmit të saj me aftësi të kufizuara, protestuesit tentuan të shfrytëzonin hapësirën për të çarë kordonin. Ata hoqën një pjesë të gardit metalik dhe u përplasën fizikisht me policinë në sheshin përpara parlamentit, duke hedhur vezë, domate, gur dhe shishe plastike me ujë në drejtim të policisë. Protestuesit të irrituar vazhdimisht me thirrjet e tyre përballë policisë akuzuan atë për dhunë të tepruar ndaj protestuesve. Rreth orës 9:40, forcat e rendit u përgjigjen me hedhjen me autobot topa ujë, me kimikate irrituese dhe gaz lotësjellës, duke shpërndar turmën dhe duke krijuar kolona tymi të bardha dhe blu mbi zonën e protestuesve. Në ndërkohë, protestuesit filluan të shpërndahen nga që gjendja e tyre filloi të rëndohet nga djegjet e lëkurës dhe lotimin e kruajtjen. Për disa minuta, policia bllokoi rrugën e Elbasanit dhe rrugën rreth parlamentit, që u bllokuan pjesërisht nga policia dhe protestuesit duke bërë situatën të rënduar. Thirrjet e protestuesve ishin të forta, policia e krimit dhe revolucion, Rama në burg, dhe vazhduan pa pushim me thirrjet arrestoni Ramën. Kjo protest, për dallim nga protestat e fundit, u dallua për pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve nga Tirana dhe rrethet e tjera, duke përfshirë të rinj student dhe familjar. Kjo ditë e tensionuar erdhi në një moment simbolik, pasi dje ishte dhe dita e fundit e sesionit parlamentar. Një ditë kjo, ku megjithse janë bërë 54 protesta, ajo ka mbetur pas një përgjigje konkrete nga qeveria shqiptare, kundrejt kërkesave kryesore të protestës, të cilat kërkojnë vazhdimisht dorëheqje, hetime të pavarura për çështjet e korrupsionit, çështjen Balluku, Sazanin, Nartën dhe keqeverisjen e kryeministrit Rama. Kjo protest që nisi si një lëvizje e njohur, e cila filloi si revolucioni i flamingove, ka fituar tashmë një mbështetje të gjerë në të gjithë Shqipërinë. Ajo është mbështetur me protesta të organizuara dhe të fuqishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europë, Australi dhe nga diaspora shqiptare, duke i tensionuar dhe raportet me institucionet ndërkombëtare. Nga vendngjarja si gazetar që raportoi drejt për drejt, shoh një vendesmëri të palëkundur tek protestuesit. Pavarësisht masave të policisë dhe incidenteve, thirrjet për ndryshim vazhdojnë. Nga intervistat me protestues në shesh, kam mësuar se protestat pritet të mos ndalen dhe gjatë pushimeve verore, duke mbajtur presionin mbi qeverinë dhe të rrisin intensitetin fundmuajin e ardhshëm. Zhvillimet e mëtejshme do të ndiqen hap pas hapi nga sheshi Skënderbej dhe zona e Kuvendit, duke raportuar çdo ditë për çdo detaj nga këto zona e Kuvendit,
duke raportuar çdo ditë për çdo detaj nga këto protesta. Janë këto ritualet e përmatshme të këtyre protestave, të cilat janë shpërngulur sot këtu përpara parlamentit, ku protestuesit u përmeqen në policinë për disa momente dhe policia përdori gazin dhe fluor dhe bombat në ujë duke hedhur ndaj protestuesve. Situata është shumë e vështirë, sidomos për protestuesit në këto kushte dhe për gazetarët të cilët ndodhen ballë për ballë me policinë dhe balla këtyre vështirësive që nga i momenti vështirë që ishte me policinë pak më parë, momenti duket pak më i qetë. Policia vetëm po vështron dhe ka bllokuar protestin. Megjithëse protestuesit vazhdojnë me dhënë të tyre, njëri të tyre të zakonshëm që janë në fund Ramës, dorëheqjen e qeverisë dhe largimin e tyre. Ky është momenti ku policia për largimin e gazetarëve nga ky pozicion. Pasi pozicioni këtu ndoshta është edhe pak i vështirë për transmetim. Protesta ka marrë karakterin e një proteste e cila është shënuar tani nga protestuesit, ndërsa policia e vendosur përballë saj për përdor gazin me qiell dhe gazin me stezbjek. Ja shikoni këtu protestues të cilët kanë nga gazi i përdorur nga policia. Por sidoqoftë prapë është tensioni, vazhdojnë këtu që është tensioni dhe policia po përdor si thash gazin me qiell dhe ashtu si që thash edhe në fillim, protesta ka marrë karakterin e një proteste e cila është shënuar tani nga protestuesit, ndërsa policia e vendosur përballë saj për përdor gazin me qiell dhe gazin me stezbjek. Ja shikoni këtu protestues të cilët kanë nga gazi i përdorur nga policia. Në këtë moment policia duket pak e tërhequr, por sidoqoftë prapë është tensioni, vazhdojnë këtu që është tensioni dhe policia po përdor si thash gazin me qiell dhe bombat me gaz me qiell. Këto janë tirit e protestuesve. Ato që fillojnë pas krave të mia bare. Protestuesit bëjnë thirrje që të marshojnë drejt parlamentit dhe mos të tërhiqen. Protestuesit këtë moment e quajnë moment provokues të policisë, e cila ka përdorur pra siç tham gazin me qiell. Ky është një gazetar. Pra këtu në këtë moment janë prekur edhe gazetarët siç e thash. Dhe është shumë e vështirë për ta ndjekur këtë protestë nga afër, pasi gazetari i televizionit Ora, Elton
E këtu në Vakuta, si që shikoni atë që gjendje ndodhet. Gjendja më e vështirë për të transmetuar në përndonjë. Këto janë momentet më të vështira të kësaj proteste, si që thash. Një operator që po ndjek këtë protest është në kushtet më të vështira për të punuar në këtë moment. Sa për të ilustruar këtë protesta ka marrë karakterin e një nga protestave më të forta të filluar në Shqipëri. Protesta policia e cila është rrethuar dhe mbuluar me kasandra dhe me gazin ndërfyer, është duke qëndruar përballë protestuesve. Megjithatë, kushtet janë jashtëzakonisht të vështira për të transmetuar dhe për të dhënë direkt nga kjo protestë. Protesta ka hyrë në pozicionin e saj më të vështirë të saj, ku policia vazhdon të hedhë ujë ndaj protestuesve, protestuesit luajnë me vezë, turmat e policisë janë vendosur si barikada në rrugën përballë parlamentit, 2 makinat e policisë qëndrojnë këtu lart për të hedhur ujë në gazin. Dasta protestuesit vazhdojnë të tasin e tyre Shqipëria e tonë! Këtu është një protestuese e revoltuar e cila një bërthirje protestuese duke një bërthirje atyre që mos të ndajnë tyre protestë dhe të vazhdojnë protestat.
është thirrje e përditshme e këtyre protestave. Protestues që shohim kemi përballë, ka përdorur portretin e qeverisë popullit në bluzën e tij, të vendosur dhe ka dalë këtu përballë protestës, përpara policisë. Përpara parlamentit si qeverisë. Si? Janë pasardhës si qeverisë. Duket edhe vetë po e komenton fotografinë që ka vendosur përpara se janë pasardhës i qeverisë popullit. Duket do të jetë nga gjirokastra. Saj proteste i dihet vetëm fillimi, po për përfundimi i saj asnjëri nuk e di. Madje edhe protesta ditore. Fillojnë me orën 9, nuk i di. Policia krimi! Policia krimi! Marini nuk ka Shqipëri! Marini nuk ka Shqipëri! Marini nuk ka Shqipëri! Marini nuk ka Shqipëri! Policia ka përdorur gaz rapë, protestuesit po përdorin mjetët e rrethanore, po përdorin qumshtin, po përmbajtën nga griki. Në mjetët e rrethanore protestuesit po mbrojnë veten. Hedhjet e policisë që ka hedhur gaz lotësielës dhe acid. Në populli, se kështu e du të qenë në keshë, na janë funksionit pa. Na zoekt Fruman, na zoekt Fruman in zand, Fruman zout. A mund të inë? Personi t'ordine, qitë të të mirë, ju vjeri juve, familju juve, preza pro, mesira, shukine pro, Shqipëri, s'po tjere. Shqipëri, edhe jeni diktatur. Jeni diktatur, si, do vune t'jete juve. Nuk shoh asgjë. Janë të ritualet e përmashme të këtyre protestave, të cilat janë shpërnguar sot në ditën e 5-24, filloi në orën 9. Në orën 9:40 ishte ajo që u tensionua protesta dhe protesta mbriti kulmin e saj. Kur protestuesit filluan të hidhin slogane kundra qeverisë dhe kundra policisë, atëherë policia ndërhyri në forca të shumta duke hedhur ujë dhe gaz lotësielës. Incidente të shumta pati kjo protestë.
për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, HTV USA, nga protesta e shqiptarëve këtu në Tiranë, dhe Hir,